Mirdita. Takimi i Arubës për cilët në heshtje varri nga Edi Rama dhe narkoministrat e tij. Por Aruba është dëshmia më flagrante ndërkombëtare e bashkëpunimit dhe bashkërëndimit të Edi Ramës me grupe terroriste të shpallura nga Shtetet e Bashkuara të narkotrafikantëve, narkoterroristëve shqiptar dhe ndërkombëtar. Edi Rama po bën gjithçka që ta arkivoj në harres Arubën, por kjo nuk do mund të ndodhë. Garantoj shqiptarët se opozita është totalisht e përkushtuar për transparencë të plotë, mbasi në këtë takim është marrëveshja midis narkoqeverisë dhe narkoterroristëve për të shtruar Shqipërinë në parajsën e parave të tyre të krimit. Në këtë takim Edi Rama, ose nga ky takim, thuhet se u kthye me një orë 400.000 eurosh, mes diamante dhe safire të çmimeve më të larta. Edi Rama nuk flet për takim në Arubës, sepse ky takim një lloj si Maduron e Venezuelës e shpall atë në Europë një kryetar të narkoshtetit parë dhe të vetëm të kontinentit. Ne, Partia Demokratike, e cila ka qëndruar fuqishëm, siç e dini ju, që në fillim e gjerë sot ka denoncuar pa ndërprerje narkoshtetin shqiptar, pasojat shkatrimtare të narkoshtetit, zëvendësim në shtetit ligjor me shtetën e mafjes, zëvendësim në ekonomisë së tregut me narkoekonominë, largimin masiv të shqiptarëve nga Shqipëria. Ndjehet e inkurajuar nga vendimet e fundit të presidentit Trump, i cili shpalli grupe terroriste, organizatat kartelit e drogës. Por duhet t'u informoj shqiptarë se presidenti i Francës gjithashtu vendosi të përdor ushtrit, njësi të saj të specializuara kundër organizatave kriminale, organizatave të krimit organizuar. Çfarë tregojnë këto? Këto tregojnë se kartelet e drogës dhe organizatat kriminale përbëjnë rrezik madhor për sigurinë e vendeve, sigurinë e rajoneve, rrezik madhor për paqen dhe sigurinë në botë. Shqipëria është shtruar nga Edi Rama në parajsën e drogë, në parajsën e larjes parave të klaneve dhe karteleve më të rrezikshme në Europë.
Departamenti i Shtetit në raportin e fundit flet haptas për një patern ekonomik që po zhvillohet dhe që në të vërtet është paterni ekonomik i narko-shtetit dhe narko-ekonomisë. Në Shqipëri nuk ka investimet huaja. Ka 10 vite që nuk urmohet dot, as me gishtat e duar investitor serios perëndimor. Sepse ata janë zëvendësuar nga narkotrafikantët dhe parat e tyre. Sepse janë terroristët e karteleve të drogës, ata që dominojnë tërësisht tregun shqiptar, ata që kanë shkatruar tërësisht konkurencen, ata të cilët janë më të preferuarit apo që i diktojnë Edi Rams. Ndaj dhe me të drejtë në raport flitet për një korupcion të madh qeveritar, korupcion të madh në gjyqësor, flitet për parat e drogës, për mungesë e investimeve të huaja, që të gjitha këto tipike për një narkoshtet. Rikujtoj këtu se kompani të mëdha botërore gjatë këtyre viteve u larguan nga Shqipëria. Rikujtoj këtu se të gjitha akset rrugore të mëdha nga Han i Hotit në Gjirokastër u ndërtuan nga kompani ndërkombëtare me reputacion të madh. Rikujtoj këtu se zbarkuan në Shqipëri gjigant si Shelli, pavarësisht rezultatit, por shpenzojnë mbi 1 milion, mbi 1 miliard euro në shpatet e Shpiragu dhe në zona tjera në kërkim të naftës. Kompanitë të tjera në real estate kishin projekte 1 miliard e gjysmë dollar investime dhe ato u larguan nga Shqipëria që të gjitha sepse u zëvendësuan nga përfaqësues të karteleve të drogës. Partia Demokratike do vazhdoj misionin e saj të transparencës së plot, pavarësisht nga avokatrit e narkoshtetit, pavarësisht se çfarë pozicioni kanë dhe ku ndodhen, me bindjen e plot se narkoshteti shqiptar është i rrezik madhor për qytetar shqiptar, për qytetar të rajonit, për Bashkimin Evropian, partner tanë për te Atlantikut. Faleminderit. Zoti Berisha, për të mbetur tek denoncimi juaj për kartelet e drogës, The Sun ka publikuar një artikull që fakton se kartelet e drogës pastronin para vetëm 500 metra larg kryeministrisë ose thëndryshe de facto pranë ambasadës amerikane. Përballë këtyre zhvillimeve dhe denoncimeve që keni bërë dhe vetë ju për kartelet e drogës, a do të kërkoj opozita komision hetimor për pastrimin e parave të pista në ndërtim dhe a jeni në komunikim me partnerët ndërkombëtar për këtë çështje? Faleminderit. Ne sigurisht që insistojmë dhe do bëjmë gjithçka. Për sa u përket partnerëve ndërkombëtar, ne në tërësi konstatojmë me kënaqësi se kemi një mbështetje në këtë betejë, sikundër ka edhe të tjerë, po të faktorit ndërkombëtar, që vazhdojnë të mbështesin narkoshtetin me të gjithë fuqinë e tyre. Por ne nuk humbasim durimin.
Ne konsiderojmë mision shumë i vështirë. E vërteta është që narkoshtetin e ndërtoi Edi Rama. Kjo nuk ka diskutim. Por e ndërtoi të jemi të hapur, me mbështetje të hapur të ambasadorit Donald Lu, të George Sorosit. Jemi këtu apo jo? Me heshtjen e plot të ambasadorit Bashkimit Evropian. Jemi këtu apo jo? Mirë po, kohrat ndryshojnë. Sot përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në një seri takimesh njëri pas tjetrit me zyrtar shqiptar sjell mesazh kryesor luftën kundër karteleve të drogës dhe terroristëve, bashkëpunëtorëve me kartelet e drogës. Ju kujtohet fjalet e në verën e vitit 2015 përgëzonte policinë për luftën kundër drogës në një kohë kur Shqipëria ishte mbjellur anë këmbë. Ju kujtohen raportet që bënte Vllahisa, që i mirëte nga zyra e Ramës dhe i dërgonte në Komisionin Evropian për betejat e suksesshme të Edi Ramës që ndërtonte narkoshtetin të vërtet. Përsëri, nuk them se nuk ka avoketur të narkoshtetit, por jam ma optimist se kur, sepse për vendet e lira, gjithnjë me qartë bëhet se rreziku i drogës dhe i karteleve është i njëjtë me rrezikun e terrorizmit, ndaj dhe ato po sulmohen, po kualifikohen si të tilla. Po, ka dhe sot diplomat që nuk duan të ndigjojnë, që thot Berisha e tepron me këtë punë në narkoshtetit. Unë e kuptoj, po u them se ke një avokatit të vështirë këtyre zotrive, kam respekt, por kanë avokatit të vështirë, Berisha nuk shpik narkoshtetin. Narkoshteti është, për fat keq, ka ngërthyer si gafore këtë vend. Dhe ata që përpiqen ta fshehin, u them se dielli me shosh nuk mbulohet. Zoti Berisha Andon Kello nga BC News, kam dy pyetje që lidhen me të njëjtën çështje. Ditën e sotshme, Erion Velia i është drejtuar gjykatës kushtetuese me padi për të kundërshtuar shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiakut nga Këshilli i Ministrave. Kjo lëvizje vjen vetëm disa ditë pasi ju ja sugjeruat këtë lëvizje avokatëve të tij, disa ditë më parë në një konferencë. Pyetja e parë është si e shihni ju këtë lëvizje të Erion Veliajt, dhe pyetja e dytë, sadopak politikisht, a ju shërben kjo lëvizje për t'ju dhënë edhe juve pak më shumë kohë si Parti Demokratike për të gjetur kandidatin? Faleminderit. Faleminderit për pyetje. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, pasi bëri çdo lloj përpjekje për të bërë pazar me Erion Velin, që të mos të pranojë shkarkimin dhe të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, duket se dështoi në këtë përpjekje. Domethënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen, gjersa ai ju ka kërkuar avokatëve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Kjo është përgjigja e parë. Pavarësisht nga kjo, sot është ditë e hënë, Prishti nga ora 1, kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Tani, me qenë se shton një problem, të garantoj se opozita sot
në këtë moment që flas, ka jo një, por ka disa, jo një, por disa, kandidatë dhe kandidat të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit. Të pakrahasueshëm. Ju ftoj, zotëri, të rikujtosh vetëm një moment. Tronditjen e tmerrshme të Ogertës kur mësoi se emrohet kandidate për kryetare bashkie. Merë shife pak atë pamje. Merë shife. Nuk ka pamje që flet vetë më shumë se ajo. Ajo e kuptoj se Edi Rama lau duart me te. Se Edi Rama e dorëzoi atë në fatin e kujt? Në fatin e Erion Velis. Zotëri, s'kam tani, du ta dija pyetje se do bëja, do kisha paraqit këtu në momentin. A mundet ti thush tjetrit ti që të caktoj kryetar Bashkia e Tiranës është posti i dytë pas kryeministrit për një forcë politike. Është posti i dytë pas kryeministrit për një forcë politike. Të caktoj pra për kryetar të Bashkisë Tiranë dhe ajo të mos mund të përmbaj të merrin, ankthin. Ajo në atë moment shifte përpara vetëm një ftyrë, ftyrën e Erion Velis. Ajo e pa që dosjet e Covidit, tendrat me çmime 3 herë më të larta se ndërkombëtarët. Ajo e pa se qëllimet e saj të konvertuara në vdekje të njerëzve. Ajo i pa shpirtat, para shpirtat e të vdekurve që i vidin përpara. Atë kujtohet ty, kur doli se ajo falsifikonte me 5 herë numrin e të vdekurve. E malë mend besoj. Bravo. Dhe kur doli instituti i anatomisë patologjike dhe botoi ato, nxori najadën. Nxori najadën si mashtruesen, si ishte najada. Ato ishin komunikata direkte që najadës i shkonin nga ministria. Pra, tani, merë ti këtë njeri me këto kusure që kërrusin edhe malin. Me këto kusure edhe thuhet ti kjo të kandidoj. Po në qoftë se ka një njeri qytetarët e Tiranës s'duan t'ja ndigjojnë emrin. E parë në fytyrën e saj vetë qytetarët e Tiranës. Si e priti ajo emrimin nga Rama për kryebashkiake? E parë në vetë ata. E parë në vetë. Kështu që as nuk ekziston, ta themun ty, problemi i kandidatëve nga opozita janë disa dhe të pakrahasueshëm se cili me korbën e korrupsionit i ka vendosur edhe Nestian Gonin si drejtues fushate për t'ja bërë një Nestian Gon tjetër më vonë, një letër tjetër. Kaq. Dakor. Mirupafshim.